Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka lënë në burg 2 të arrestuarit Erzen Uka dhe Julian Cumraku pas operacionit policor Roshi të zhvilluar në Fusharrës. Pas seancës gjyqësore ka folur Roland Islami, avokati i njëjtë pendaluarve Erzen Ukës. Ai tha se ka vetëm një akuzë armbajtje pa leje dhe ka kërkuar vlerësimin e palishëm të arrestit të Ukës pasi është ndodhur në banesë në mënyrë rastësore. Sipas avokatit, Uka dhe Cumraku kanë lidhje shoqërore, ndërsa Uka nuk ka pasur dieni për armën e banesë, ndërkohë nuk ka prova dhe as policia e shtetit nuk e dyshon për lidhje me ISIS. Fillimisht ka vetëm një akuzë. Dhe vetëm një ka pas, armbajtje pa leje. Unë kërkova vlerësimin e paligjshëm të arrestit flagrant për sa i përket mbrojtërit nga Naim Erzen Uka, i cili është ndodhur në atë banesë në mënyrë krejt rastësore, dhe po në mënyrë rastësore ka shkuar dhe policia e shtetit në atë banesë pasi ka qenë duke bërë një aksion për gjendjen e bimëve narkotike. I mbrojtëri nga Naim Erzen Uka ka qenë nën vëzhgim dhe nën ndjekja e policisë së shtetit dhe krejtësisht i rregull dhe nuk ka kthyer asnjë ligj te këtij shteti në cilin ne jetojmë. Fakti që është gjetur në atë banesë ku ka disa armë, të cilat nuk dihet nëse janë apo janë tafta për qitje, apo se janë disa armë të vjetra që janë gjetur në një banesë që nuk ka si lidhje me mbrojtjen nga Naim Erzen Uka, nuk e bën atë përgjegjës për veprën penale të mbajtjes pa leje të armë. Ngrita dhe zërin në gjykatë sot për sa i përket të plagosjes të mbrojtjes nga Naim Erzen Uka, i cili nëse do të ishte plagosur nga policia e shtetit, i kërkova gjykatës pa vlerësimin e paligjshëm të arrestit, pasi nuk është cilësuar në asnjë lloj deklarate që të jetë plagosur nga policia e shtetit apo nga RNA. Nëse është plagosur nga një plagosje tjetër, i ngelet organit akuzës që të fillot e hetim për plagosjen e Erzen Ukës dhe jo ta marrë të pandehur të plagosur. Pra, kemi të bëjmë me disa rrethana të faktit, të cilat janë të paqarta për armët që janë gjetur në shtëpitë braktisur. Me Cumrakun kanë lidhje shoqërore, janë shok me njëri tjetrin. Cumraku tha e ka marrë si vllai tim në banesë, për armët tim mbrojtën nga Naimi nuk ka dieni nëse kishte apo s'kishte armë banesë, pasi po ta dinte se kishte armë, e di mirë që është në ndjekje nga policia e shtetit për shkak të lidhjes së tij me një ngjarje për hapjen e thonjeve terroriste më parë, dhe ai është treguar i kujdesshëm për zbatuar ligjet e shtetit në cilin jeton. Jo që s'ka prova, pas policia e shtetit nuk e dyshon. S'ka si dyshim për këtë. S'ka dyshim e fare në lidhje me këtë akuzë. As nuk është ngritur as si akuzë. Po për flamurin? Po s'është flamur, është gjetur një shkrim në mur i cili po hetohet si është gjetur, kush gjetur, çfarë lidhje ka pas me flamurin i mbrojtjes nga Naimi, ka lidhje. Cumraku tha në gjyq që janë armë që unë i kam mbledhur të vjetra në fshat dhe i kam fshehur në atë banesë, nuk e ka ditë Erzen Uka ku janë armët. Sapo e tha në gjykim. Nuk ka rezistuar. Fakti që policia e shtetit e fsheh plumbin këmbën e Erzen Ukës, i bie që kjo është një vepër penale e policisë shtetit, jo atyre dy. Po klienti juaj a kanë qelluar më armë në drejtin të Klienti im tha që më ka qelluar policia e shtetit sa kam tentuar dal çfarë është puna, s'kam ditë se kanë ardhur. Po këta janë Jo, s'ka pas armë, nuk ka qelluar kush me armë për të shtëpia. Uka dhe Cumraku u vedërzuan pasi qëndruan të izoluar për më shumë se 12 orë në një banesë braktisur në fshatin Orosh të Fusharzit.